Mirëmbrëma të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar Sara Lushaj, zëvendës sekretare e shëndetësisë për qeverinë teknike të Shpresës së Kombit. Mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Sara, në datën 27 ora 2, Shpresa e Kombit do të organizojë një miting paqësor në kryeministri, ku vend tek Skënderbeu. Ç'mund të na thoni në lidhje me këtë organizim që do të zhvillohet? Faleminderit për pyetjen. Gjej rastin t'ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve shqiptarë që janë duke na ndjekur në këto momente, që nesër është një ditë historike. Është një ditë që shkon përtej individit. Është një ditë që i përket Shqipërisë me kufi natyror, aspiratave dhe idealeve të një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët shqiptar. Fatkeqësisht, shqiptarëve ju është mohuar e drejta një tubimi paqësor, e cila është një e drejtë themelore e një shoqërie demokrate. Prandaj, qëllimi ynë i vetëm i Shpresës Demokrate është që të mblidhemi dhe të ngrejmë zërin për drejtësi, për liri, për të gjitha krimet komuniste, 97-a, Gërdeci, 21 janari, firmat piramidale e shumë të tjera që kanë marrë jetë të shqiptarëve. Ne do të mblidhemi në orën 2 përballë herojit ton kombëtar Sheshi Skënderbe. Dhe më pas do të vazhdojmë drejt kuvendit, drejt kryeministrisë, drejt komitetit qendror, duke ndezur në mënyrë simbolike nga një qiri për të përkujtuar të gjithë ata që kanë dhënë jetën për trojet shqiptare. Prandaj ju bëjmë thirrje që të bashkoheni dhe të ngrini zërin tuaj. Cila është thirrja juaj? Thirrja ime është tepër e thjeshtë, por me shumë vlerë. O sot o kurrë. Le të bashkohemi dhe të vendosim të paktën edhe për një ditë të vetme interesin kombëtar përpara atij personal. Dhe t'i bashkohemi nismës atletare të profesor Pëllum Pilinçit në bashkëpunim me aleatët strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve anë mban trojeve, Çamëri, Kosovë, Malizi, Maqedoni, por në veçanti të rinjve, të zgjohen, të bashkohen, të sfidojnë të shkuarën dhe të marrin në dorë fatin e Shqipërisë për një të ardhme me kufi natyror. Faleminderit. Falenderoj. Të dashur bashkëdhetar, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.